Kryeministri Rama ndau sot pamje nga Via Ferrata e parë në Shqipëri, e cila ndodhet në fshatin Kuç dhe frekuentohet nga turistë të shumt të apasionuar pas hiking. Përveç detit, ka dhe kështuesi në Kuç, shkroi Rama në rrjetet sociale. Via Ferrata e parë në Shqipëri ndodhet në fshatin Kuç, në rajonin e Himarës dhe quhet Via Ferrata Himar. Ajo u zhvillua me mbështetjen e platformës së inovacionit në turizëm. Projekti u zbatua nga Qeta Hiking pasi ata fituan vendin e parë në një konkurs për ndërtimin e Via Ferratës. 100 metrat e parë të këtij shtegu janë financuar nga GIZ, si dhe 150 metra shtesë u financuan nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Përmes një memorandumi mirëkuptimi mes GIZ dhe FSHZ dhe Bashkisë Himar, ky produkt i ri po bëhet realitet. E vendosur në një zonë ende të pashfrytzuar dhe të paprekur nga turizmi, Via Ferrata në Kuç do të krijojë një eksperiencë unike përpara se turistët të zbresin drejt Bregdetit Jugor. Ky zhvillim jo vetëm që diversifikon ofertën turistike në rajon, por gjithashtu krijon mundësi të reja ekonomike për banorët lokal dhe operatorët turistik, dhe i dhënë zonës një dimension të ri të reqës për vizitorët dhe aventurierët.